atëherë duhet me ushtrua foti. Edhe njëkohësisht edhe dekretin e presidentes për këtë arsye nuk e ka hedhë poshtë pra si kundërligjshme ose kundër kushtetues, për shkak se në rrethonat normale nëse kuvendi i Kosovës ish konstituuar me 5 janar, me 5 mars bën gjardha ditë, dekreti ish pranuar edhe vendi kishte automatikisht në zgjedhje. Pra kjo është e para përmes Sharu. Për faktin që gjykata kuvendi nuk është konstituuar me 5 janar, po është konstituuar me 11 shkurt, gjykata ka dhënë pini më të shkurtit gjardha ditë. Vetëm këtë citat, ai ka dhënë drejt Osmanit apo Kurtit? Absolut, do të thonë. Apo asnjëri. Jo, i ka jep Osmanit. Osmanit i po. Osmani nuk ka mujt me e paramenu këtë citatën që duhen gjardha ditë sepse kuvendi është konstituuar me vonesë. Nuk ka mujt me imagjinu këto sepse kjo nuk është e shkruar në kushtetutë. Mirë po, nenin 86, paragrafin 2, ku kushtetuta thotë eksplicit që 30 ditë para se mi s'ka du mandati i presidentes, du të me uzjet presidenti ri, ne vendim gjykata ka thotë që nëse do jepte Osmanit të drejtë, do shkonim zgjedhje automatikisht. Kuptove arsyen. Pra gjykata ka kriju një situatë. Jo, ka kriju një situatë të re, s'ka ndërmjet rreshtave. Fakti që kuvendi është konstituuar me vonesë, nuk i ka pas kuvendi gjardha ditë afat. Ai pse s'e ka pas presidenti Akil Can? Po se presidenti s'ka pas shkruar me kjo.